pushime on top! Kam nevojë çdo ditë për pushime on top! Jemi në atë periudhë të vitit ku mezi e presim 9 javë të gjata, një sezon, një verë e mbushur me shumë aventura, me të papritura, diell, det, zhytje, aventurat papare ju presin këtë sezon, që kam një ndjesi të fortë, do jetë e paharrueshme. Do jetë shumë e paharrueshme. Pushime on top rikthehet në Top Channel si generatori i kujtimeve verore. Çdo ditë do zbulojmë destinacione të bukura, histori frymëzuese, investime serioze dhe personazhet më të dashur për publikun shqiptar. Dhe këtë sezon do e nisim nga një vend që e njohim dhe shijojmë pafund. Kemi qenë këtu në Arameras Resort në 2023-shin. Kujtoj ato vitet e para, ato javët e para. U duk sikur zbuluam një oazë, një tesar që sot e kësaj dite vazhdon të mbetet i ruajtur dhe i paprekur. Njerëzit e shijojnë shumë gjelbërimin, kombinuar me detin, me shërbimin, me qetësinë, me pastërtinë. Nuk ka ndryshuar ndonjë gjë e madhe në këtë drejtim të investimeve serioze e të tjera me radhë, por është një vend që ta rrëmben zemrën. Relaksuese dhe pushime on top është me fat që është i rrethuar nga miq të vjetër, kështu që koha për një tjetër mik të vjetër ta përshëndesim. Aperol Spritz, pjesë e perëndimeve tona të bukura, Një cheers për Aperol Spritz, ndizë verën. Dhe mirë që jemi tek partnerët e ri, dua t'ju prezantoj tani hyrjen më të re këtë verë që më emocionon shumë. Ma kalo pak atë kutin Mystery Box nga Flying Tiger Copenhagen. Është, ju e dini, dyqanin e njohur Flying Tiger. Ka disa pika, si më she, e di që do ta zbulosh me njerëz se çfarë kanë brenda, po jo, deri në fund programit do zbulojmë se çfarë ka këtu. Dhurat mund të jetë një send që e përdorim në shtëpi, mund të jetë një, e di çfarë si do i quajmë neve këto, sepse çdo ditë për 9 javë do të zbulojmë nga një mystery box. Gjingla minglat e Flying Tiger, por se çfarë ka këtu? Megjithëse mund ta provoni dhe ju të gjeni se çfarë ka, Shkruani. Na shkruani në Instagram. Deri në fund presim për të zbuluar se çfarë ka në mystery boxin e Flying Tiger. Kështu që qëndroni me ne deri në fund të episodit. Tani jo marrim në Arameras për të shijuar përmes syve tanë kamerave të Pushime on Top eksperiencën këtu. Ti je nga Vlora. Paka shumë. Nga Fodra. Ti je nga Vllaznia, nga Fodra. Sa shumë njerëz po shoh sot këtu. Jetoni këtu në Gjermani? Po, jetoj këtu në Gjermani. Sa vite? Që 5 vite. Sot fix para 5 vitesh kemi ardhur. Madje po festojmë për vjetorin të Albanit. Po Në një këngë të preferuar nga Albani keni? Të gjitha. Kam një që e veçon, kështu që të lik me ndonjë kujtim, me ndonjë histori. No dialogu ma kesh. Është e reja, po jam sot e ka shpeti? Po normal, e la përgatit. Unë në Tiranë e kam shtëpinë, po ti? Po ne kam Shkodër. Jo këtu në Stuttgart, ka ardhur nga Shkodra? Ja, unë jetojmë këtu në Gjermani të gjithë trupi. Kështu? Okej. Kush je? Si je? Shëndetje mirë, faleminderit. Ku jetoni? Këtu në Gjermani. Në Stuttgart? Jo, në Sa orja Mannheim, një orë e gjys. Okej, afër. Me distanca të Gjermanisë kjo e thon afër. Është në rregull, po. Okej. E ke parë herë tjetër Albanin në koncert? Jo, këtu në Gjermani jo, herë e parë. Jo, në Gjermani është herë e parë në përgjithësi. Jo, në Shqipëri jo. Nuk është herë e parë. Kush është ky? Si jo? Im shoq. Në Vlorë. Është emocionuar, lere na trego ti tani. Më emocionuar është ai sa i ka ardhur ekstra për Albanin. Para 2 vitesh kemi pasur dasmën edhe motiv ishte kënga e parë, hapi së dasmës Sa tonë. qef, kush qau? Te kjo kënga. Ata që ishin dëftuar. Të gjithë besoj. Ne ishim në emocione. Sa orë ke udhëtuar për të ardhur sot këtu? Një orë. Jemi këtu afër zonës, lagjes. Zonës, Stuttgart. Kur e morët vesh për këtë koncert? 3 muaj që sa doli, e kam dhurat nga imbir, edhe nga im shoq, për ditëlindjen e 8 mars. Wow. Edhe tani mezi po e pret ta shikosh, ë? Live. Era E kam parë që ndjekur gjithmonë, era parë që e shikoj, po, e vërtet. cili Do është? vim edhe nesër. Kjo është më e bukur. Do jeni 2 ditë? Po, kemi 2 ditë. Edhe nesër do vim prapë. Do të thënë një ditë djali, një ditë burri. Nuk vëm. 2 ditë pra 8 marsi dhe ditëlindjes. Ta bëj një pyetje kështu si hot si jo. pak. Keni bërë ndonjëherë dashuri me këngët e Albanit?
Shumë romantike është. Ta provojmë. Të jep ide më duket ashtu. Ndoshta tani më kupton e kur të tek je në një mio e kur të them se vjen një herë në jetë se mi Miriam, rikthehesh sot në Gjermani, në një vend ku ke jetuar për shumë vite, ke filluar të karrierën tënde në Preluders. Po. Edhe je ndryshe kësaj here. Më trego pak nga kjo ndjesi. Është një emocion totalisht ndryshe, është e vërtet. Domethënë, ne po bëjmë fiks 2 vite që u ka nisur turi i Albanit motiv. Dhe emocioni si sot s'kam patur ndonjëherë, veçanërisht edhe sepse gjithë familja ime ka ardhur, të gjithë miqtë e mi të vjetër të shkollës. Nga ajo kohë, nga ajo kohë, po, sepse vendi ku familja ime jeton edhe ku unë jam rritur është 2 orë larg nga Stuttgarti. Jam rritur në Heidelberg, kështu që jam shumë emocionuar sot. A ka, sidomos kur zbritet nga aeroporti, rrugë, vende që të çojnë pas në kujtime në atë kohë, i lidh? Po, patjetër, gjithçka në Gjermani që unë shoh më lidh me familjen, me gjithçka që unë kam bërë, me shoqërinë time, me familjen, me shkollën time, me çdo eksperiencë që le themi kam patur dhe në fushën e artit ku gjithçka për mua këtu ka nisur, kështu që edhe është shumë fani kur mendon edhe që performanca ime e parë te Popstars, kur kam marrë pjesë, ka qenë pikërisht këtu në Stuttgart. Tani jo te Porsche Arena, por në Stuttgart. Çfarë mendon për ndryshimin që pësoi rrugtimi jot, jeta jote? Do themi që u vendose në Shqipëri, që gjetë dashurinë e jetës tënde, Albanin. Çfarë mendoj? Unë jam shumë e lumtur, ndihem shumë e realizuar, sepse kam realizuar le themi të gjitha ëndrat që unë mund të kem patur kur kam qenë e vogël, jam e lumtur që në moshën që jam tani i kam arritur. Gëzoj shëndet të plot mbi të gjitha, kam një familje të shëndetshme, kam 2 fëmijë që janë kryeveprat e jetës time, pra kjo është, do thoya mbase ëndra e çdo gruaje. Dhe në karrierë po ashtu jam shumë e lumtur për gjithë gjërat që kam prekur në Gjermani për ato vite që kam qenë, kështu që gjithçka që erdhi dhe më pas, erdhi me dëshirën time të plot, kështu që në jetë është rëndësishme të gjesh balancën, nuk mund të bësh gjithçka. Domethënë nuk mund të le të themi të investosh 100% në karrierë, 100% në familje, kjo gjë nuk bëhet. Domethënë duhet të lësh pak nga një gjë që të ushqesh le të themi dhe atë gjën tjetër, por që në fakt në jetë është më e rëndësishme. Dhe kjo për mua është familja, Edhe Albani. Në familje. Po ndërkohë jeni edhe në skenë bashk. Po. Edhe duket sikur, edhe pse këngët tuaja, hitet që të gjithë i dinë i këndojnë, përsëriten skenë pas skene, koncert pas koncerti, duket sikur ka të njëjtën kimi, duket sikur ka të njëjtin emocion. Si ndodh kjo? Dua të di, duke qenë se je me atë person edhe në shtëpi, edhe në skenë. Si ndodh? Është e vërtet, është një emocion ndryshe në skenë. Është një emocion ndryshe sepse aty ke të përfshirë dhe publikun. Edhe është gjithmonë një emocion i ri. Domethënë çdo herë kur ti prek një skenë të re, ke një publik të ri, emocionet janë të reja. Pra, domethënë thelbi, rrënjët, si le të themi janë të njëjtat, po prapë ka shumë të bëjë larmia e ngjyrave, domethënë të cilat i shtohen për të bërë domethënë gjithmonë një pikturë, një different picture. Për këtë arsye, emocionet që janë çdo herë në një vend tjetër ndryshe, e shtojnë këtë emocion natyrisht edhe në skenë, edhe ndryshe përjeton pastaj edhe këngët. Pa diskutim që ti fillon edhe në thonjza mësohesh pak edhe nga ana e emocioneve për të je më i përmbajtur, nuk është që i përjeton gjërat siç mund t'i kesh përjetuar në fillim, por ne jemi në një fazë thotë që edhe shijojmë tani më shumë. Kjo është shumë e rëndësishme, që kemi filluar dhe ta shijojmë. Ka prova përtej skenës në shtëpi për shembull, dua të di Albani me Miriamin duke bërë prova në shtëpi për koncertin, si mund t'jenë? Prova jo, po bashkë punojmë shumë për gjëra të reja. Se tani prova për këngë që kemi 20 vite që i këndojmë bashkë, nuk është çfarë të bësh, domethënë, por që neve pa diskutim jemi çdo ditë duke punuar për t'u përmirësuar, për të sjellë gjëra të reja, për t'u plotësuar më shumë edhe mendoj gjithsesi që ky turi këto 2 vitet e fundit ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme, diçka që është bërë për herë të parë, edhe natyrisht që gjithë lodhja ja vlen kur në fund triumfon edhe ti sheh atë suksesin, sheh njerëzit, nuk e di, e gjithë qasja, e gjithë gjës
ka ndryshuar dhe ne na jep një emocion ndryshe, domethënë, në shoh dhe tek mesazhet që njerëzit na dërgojnë Ma veço njëri prej tyre. Ndoshta ajo të publikut, se e di që keni shumë adhurues dhe fansa të dy bashk për atë që përcjellni, pra për imazhin në total, jo vetëm Albani si këngëtar apo si artist. Patjetër. Po në puzzle-in e formuar. Ndoshta edhe nga koleg, e shoh që ka shumë komente që kolegësh duke shprehur dashamirësinë e tyre, duke treguar solidaritetin, po themi, me gjithë famën dhe suksesin tuaj. Unë mendoj kjo gjë ka ardhur natyrshëm, duke qenë se dhe ne gjithmonë me gjithë zemër gjithve i kemi uruar suksesin dhe fatin që suksesin mbi të gjitha, që çdo kush meriton në bazë të punës që bën. Pra ne gjithmonë kemi qenë pro meritokracisë. Vend ka për të gjithë, pa diskutim, se cili ka vendin e vet në tregun e muzikës, edhe unë gjithashtu kur shoh dhe artistë të tjerë shqiptar që po bëjnë gjëra për herë të parë në këtë treg, unë jam shumë e lumtur, sepse sa më shumë që të ketë, aq më pak është pas edhe ajo ndjesia e, si mund ta them, Zilis? Mbase kjo, sa më shumë që të ketë në treg, aq më mirë është, ti e pasuron tregun, thash vend ka për të gjithë, secili ka publikun e vet. Ose që duhet ta kem parasysh nëse ndërmarrin këtë hap për të dalë përtej kufive, përderisa ju e keni bërë disa 4 përtej Shqipërisë, po themi, Athina, Londra, Milano, Stuttgarti. Një këshill, çfarë mund t'i jepje artistëve shqiptarë ndoshta që e aspirojnë një publik të gjerë ose të ta bëjmë ndryshe? Çfarë duhet, po ta vështirësoj fakt, çfarë kriteresh duhet ketë një artist shqiptar që të pretendoj skena të tilla të këtij standardi? Unë do thoja më e rëndësishme është që ti t'jesh autentik, që ti t'jesh vetvetja, që ti t'jesh konsistent në atë gjën që ti bën. Pra të gjitha sfidat që ty të vinë gjatë rrugës, ti asnjëherë mos harrosh të jesh vetvetja. Sot ne joshemi të gjithë nga shumë gjëra pa diskutim, dhe unë dhe Albani ose dhe shumë kolegë të tjerë që po bëjnë gjëra të mëdha sot, mund të jenë njohur për të bërë shumë gjëra të tjera për hir të suksesit, të parasit, por shumë e rëndësishme që ti të jesh vetvetja, sepse ky është çelësi drejt suksesit edhe drejt zemrave të publiku, se publiku e ndjen atë lloj energjie kur ti je vetvetja. Edhe shumë e rëndësishme kur ti ta nisësh step by step, pra nuk ka katapultime drejt një gjëje nga hiçi. Mund të jesh njeriu më i talentuar, më punëtor, por nuk mund të pretendosh sot për nesër që ti të arrish majat. Domethënë, rasti i Albanit që ka 25 vite që bën muzikë, gati 20 vite jam unë që jam pjesë, edhe e kam ndjekur që nga koncerti i parë recital sot e 15 vite më parë që e ka nisur me band, deri pastaj që bëri koncerte 3 net në Pallat të Kongreseve, në Gjakov, në Prishtinë, ka bërë shumë koncerte derisa arriti në këtë pikë. Pra askush nuk mund të pretendojë të nisi sot muzikën edhe të bëjë këtë gjë që Albani po bën sot. Cili version? Ky është sekreti, besoj. Domethënë ti je konsistent në atë gjë që ti. Cili version i Albanit, sikur se përmendë, ti e ke parë që të Boçkën, po themi në ato koncertet e vogla. Më pas në fazë krijuese, duke nxjerrë albume, prodhuese, krimtarie, dhe deri në këto stage, në këto skena të mëdha. Cili version, apo e i shtëpis, të pëlqen ty? Cili version i Albanit të pëlqen ty të rri më shumë afër? A i pari, i mesit, i koncerteve, apo i shtëpis? Mua më pëlqen Albani siç është Albani sot, sepse është ai Albani sot i realizuar në të gjitha drejtimet. Kështu që unë jam i lumtur që jemi rritur bashk, i kemi ndjekur ëndrat bashk, siç e kemi thënë dhe në disa intervista kështu të vjetra shumë vite më parë, dhe që kemi besuar në një ëndër dhe kemi punuar bashkë dhe i kemi dhënë shumë njëri tjetrit, i kemi dhënë hapësirën njëri tjetrit për të realizuar secilin në ato dëshirat edhe ëndrat e veta. Kështu që jam shumë e lumtur siç është Albani sot, me gjithçka që atë e përfaqëson. Există
koncert këtu në Stuttgart, kur ndihesh ti i qetë në lidhje me një koncert? Për shembull, më jep një përshkrim ose një emocion kur hapen biletat dhe fillojnë dhe shiten. Pastaj kur e shef atë sallën plot dhe fillon koncerti dhe tani në fund më jep 3 momente. Këto janë 3 faza që janë shumë, domethënë, anktioze si faza. Të treja, ti ke fazën e parë që ke patjetër reagimin e publikut edhe shitjen e biletave dhe interesin, ke fazën e dytë që përgatitjen ndaj koncertit dhe tjetra është ato momentet kur je duke dalë ose momentet që megjithatë asgjë nuk është kaq e fortë sa momenti para koncertit. Çfarë ishte ndryshe këtu në Stuttgart nga koncertet e shkuara? Shikoj, patjetër koncerti Motive është hera e parë që vjen në Gjermani, domethënë ky si projekt. Unë pastaj në Gjermani mund të kem kënduar tek tuk, le të themi, ndonjë mbrëmje shqiptare, por jo një koncert të mirëfilltimin. Por jam befasuar dhe jam ahnitur nga publiku këtu që ka qenë ekstremisht i zjarrt, jep edhe vetë shumë i zjarrt edhe shumë i gatshëm. Po kjo u tregua edhe me mënyrën se si u shit kjo mbrëmje, u shit për. Çudia për mua ishte këngët e reja të albumit që ishin njësoj si hitet e vjetra dhe këngët që të gjithë i njohin, i madh dhe i vogël. Ishte befasuese se vetëm pak ditë kanë që kanë dalë. Me thënë të vërtetën, unë nuk e prita kaq mirë, unë e bëra thjesht sepse më duk çështje respekti më shumë. Kur nxjerr një album të ri dhe ke një koncert të rëndësishëm, është mirë që të prezantosh të paktën 3-4 nga këngët ndoshta më të dashura. Sot duket sikur suksesi matet me ato klikimet brenda 24 orëve, miliona e tjera, kurse ti, sikurse kemi përmendur dhe dihet tashmë identifikohet portreti ose panorama jote si artist, ke zgjedhur një rrugë të ndryshme, pra me të qëndrueshme, me jetëgjatësi dhe nuk je fokusuar tek ajo e menjëhershmja. Si e sheh këtë qasje të muzikës sot, të artistëve që pretendojnë dhe që thonë brenda natës unë jam 5 milion klikime për shembull. Gjithsesi gjërat kanë lëvizur. Edhe kam fjalën, unë për shembull kam qenë gjithmonë një artist që jam munduar që të ruaj edhe shifra të kënaqshme në këto platforma digjitale, pra në kuptimin kem shifra të kënaqshme YouTube, Spotify këto. Domethënë edhe janë shifra mesatare të kënaqshme. Por flas për suksesin real me ato virtual. Ja, qartë, e kuptoj çfarë do të thuash. Po fare tash për shembull diçka që është më e konsumit të shpejt, ka impakt më të menjëhershëm. Ti beson domethënë ato shifra? Për shifrat, s'di të them, nuk di, patjetër ka dhe abuzime. Kam dëgjuar që ka patjetër, edhe kjo është një gjë që është vërtetuar nga ata që merren, se unë nuk i kam ndjekur herët, por nga ata që merren, domethënë kam vërtetuar që ka, po nuk është më koha e klikimeve. Kjo kishte një 10 vjeçar kështu, një marrëzi që ndodhi, një marrëzi që klikime, kush bëri kaq 500, 1 milion, nuk është më koha e klikimeve, besoj që është koha, e koncertit. Desha të nëmroja se sa të pamshëm ke grimuar dhe ishte e pamundur, nuk dija se si kush, qysh, tek, si ta nisja dhe me thënë kishe pa fund. Keto një shifër sa ta ki grimuar? Realisht as vetë nuk e di. 12 vite imagjino sa as vetë nuk e di. Janë pa fund, mbi 100? Besoj që pa. Pa, sigurisht. Nga goset që ti mend që ki grimuar, cila është më perfekcionistja? Soni Malaj. Është të fiksuar, pas detajeve? Është korrekte, e fiksuar, aq estetike, nuk e di domethënë. Kush është më clean girl, më pastër në make-up? Analika? Gjithmonë do atë glosit transparent, rimel, një gjë shumë të lehtë, shumë të thjeshtë. Kush do glam maksimal? Po varet nga e veti, varet. Për shembull, po ashtu Sony, sidomos kur ka varet nga klipi, varet nga sketa, varet nga okazioni. Kush duket bukur edhe pa make-up? Heidi. Heidi Baci.
shkëlqen fytyra Po, saj. po. Si me make-up, si pa Po, make-up? madje ne shohim edhe shpesh, do të thotë që Në wake-up. shumë po. E bukur Shumë është. lehta, po. Kush i di fiks se çfarë do? Vera Grabocka. Çfarë do thot për shembull para se të bëj make-up? Ela thot, mos e këso pak syri në fut, pak ndryqim, edhe buzë të 2 gjyra ka. O të kuqet, o një gjyrë toke, vetëm ato 2 gjyra. I ka gjithmonë, pa shpesh heri për me vete se nuk do të ngatrohet në asnjë ton nga nuanca që përdori zakonisht. Ti ke punuar me gratë më të bukura, cilën të doje të grimoje, që se ke grimuar ende? Po, Dua Lipa, Çfarë të pëlqen të dua? portreti, tërsi. Do të thonë ajo tipare që i ka pak të mëdhaja, është më lehtë për mua, dje më pa punën ti, po pëlqen në përgjithësi. Syt më të bukur që ke grimuar ndonjëherë? Margarita Gjepa. I kishte të bukura. Po. Ato sy, do të thonë kristal, ishte, do të thonë, kënaqësi që kisha mundësinë ta grimoja në daljen e saj të fundit, edhe, do të thonë, aq më ka ardhur keq, po aq nga njëra anë për shembull që me krimin tim të fundit edhe e kanë përcjell. Do të thonë është ka ngel mendje kjo gjë. Jemi rikthyer në Pushime on Top me aleatin ton të përditshëm. Rila Silson System nuk duhet mungoj kurthësinë e çantën tuaj. Ndërsa një nga risit më të veçanta dhe të preferuara të dyve ne, po jo vetëm, duke qenë se kam zbuluar, kam kuptuar që e preferojnë shumë edhe në për palestra, kudo, në Gjermani po, sepse është një produkt gjerman, zot protein, është adapti për të zvendësuar një snack dhe për t'i dhënë trupit tuaj sa më shumë protein. Tundet pak fare, hapet dhe shijohet me çokoladë. Qumshti i freskë me përmbajtje të lartë proteinësh, të man, të hidratuar dhe energjike në këto ditë të gjata të verës. Tani është momenti t'ju prezantojmë rubrikën Kampion të vendit, që na çon në zemër të natyrës dhe turizmit shqiptar, mbështetur nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Është një rrugtim i përjafshëm me personazhe dhe histori fantastike, të cilat do na bëjnë të mendojmë edhe të shohim më nga afër dhe më qartë gjithçka që ndodh, vendet pazbuluara dhe histori të parrëfyera në vendin tonë. Kur sporti, kultura dhe turizmi bëhen bashkë, dihet që jemi kampion. Keni zemër të fortë, besoj, sepse ka shumë adrenalinë në material edhe shumë emocione të forta. Sot fluturojnë, kështu që le ta shohim. Ciao, Pushime on Top! Para! 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 Kanë udhëtuar nga Kosova për të qenë sot këtu pjesë e kësaj eksperience. Nuk e di me çfarë guximi keni ardhur. Po ja ku janë duke u montuar e duke u veshur me pajisjet për kace për t'u hedhur skydiving. Ku e dëgjove, ku e more vesh? Random krejt më ka dalë në Instagram, edhe ku vendos me ardhë, me provu një herë një Diçka ekstreme, përpara ke provu? Kom provu paraglide, Okej. po jo diçka si kjo. Vetëm paraglide. Sa i ke rajet e zemrës, mund t'i provojnë tani? 120. Ja, akoma në kohë për të thënë, jo, s'dua. Jo, është në rregull. Jom përgatit. Okej, po të provokoj pak. Që të të heqet ndoshta pak atë ankthi. Nuk e di, një emocion tani që je duke përgatitur. Pak i friguar, jo shumë. Edhe shumë excited. Ke lexuar përpara, ke marrë vesh, ke pa video, ç'a ndodh, si ndodh, pse ndodh? Video shumë, kom qyrë shumë video. Edhe gjithë më kanë duke interesant, gjithë më kanë pëlqyer. Edhe kom vendosur më provu, se gjithë më kanë interesuar për këto sende. Në sportet ekstreme jam shumë interesuar. Undez Aroglani. Je gati? Po gati. Me thy ajrin e Gjirokastrës. Me thy ajrin e Gjirokastrës. Forca. Relax, and I move you. I give everything. Ready,
that. Good. After that, when you jump, remain in this position with the bend the leg. When I touch your shoulder, open your arm and fly, baby. Nice. If you forget everything when you stay out to the plane, maybe it's most important, breathe. Okay. Ha! Sa vjeç? 21. Edhe me kaq guxim? I ke thonë familje çfarë mendojnë që po vjen këto? Veç ma kam bë kënaquni. Okej, e din që po e bën? Po. Do i idhesh nga 3000 metra lartësi? Ju thash nëse nuk shpëtoj, ju dua. A ishte vështirë për ta gjetur si aktivitet? Për të prenotuar dhe sa kushton? Është e përballueshme diçka? Pak e vështirë, se në Kosovë nuk ka. Po na ka dalë shumë random si sponsor në rrjetet sociale, edhe nuk është aq expensiv. Jo. Sa është? 320 me lartësi nga 3000 metra. Ja, okej. Nuk të shpëtoj gjë. Mirë, pështu më bana shpëtu diçka. Shumë mirë. A ishte e bukur? Shumë. Shumë eksperiencë e veçantë. Çlirim, çfarë ndjeve? Interesant, shumë interesante, ndjenja kjo shumë interesante. Po ky, a ishte i sigurt ky parashutisti? Shumë i mirë, shumë i saktë. Shumë i saktë, më ka kallëzuar shumë mirë. Çka më bëj, çush me vepru krejt. Sa hedhje ke në jetën tënde? Ky 3000. Nis ti duket shumë i qetë, duket sikur do ja fusin gjumi tani. E kam marrë me shumë sportivitet. Po bën kohë që e pras këtë aktivitet. Vërtet? Shumë, ka kohë. Ku e ke parë? Do të rezervoja që në tetor, në Instagram e kam pa. Që ndodhte në Shqipëri, po në botë, ku e ke spikatur? Në botë kam pas qef t'hidhem në Suedi, në Gjermani, faktikisht nuk kam pas mundësi, tani më dha mundësia, erdha ku në Gjirokastër, me që e kemi dhe afër. Kështu që ti po pret atë momentit. Po pret. Qa mendon që mund ndodhin? Kuptimin, cila është? E kam marrë me shumë sportivitet, përgjithsisht që kam qef të sportet ekstrem. Qa bën tjetër? Qa ke bërë eksperiencë përpara? Kam bo parashut nga llogaraja, kam bo scuba diving, kam bo bungee jumping, këto zipline që bëhen në Shqipëri. Edhe kjo, inshallah bin but vllai. Po but me teti me aty. Normal. Nuk e mendon fare qa mund të ketë diçka për shembull që mund mos shkojë siç duhet. Jo, me ne që do shkojë shumë mirë dhe stafi me thënë drejtën duket shumë profesionist. Edhe çmimi është shumë i arsyeshëm, po ta krahasosh me botën, ëh? Shumë mirë. Sa nëpër botë më? Po për shembull Suedi e kam pa 6.000 krona pa filmim, po edhe filmimi është ekstra, shko 800, 700. Me euro? Me euro pak a shumë 700, 800 euro. Okej, këtu jemi më me çmim Shqipëri, po. Çmim Gjirokastre. Çmim Gjirokastre. Klevis, çfarja u mori mendjen edhe erdhët këtu sot? E dashura. Ti, po ti nuk refuzon ndonjëherë? Ti thush jo dashur si njerëzit tjerë. Më sport ekstrem më shky se sa të hidhesh nga avioni. Ti thush jo dashur. Ti thush jo dashur. Se sa na thanë që do bëhet një person përpara, pastaj pas 10 minuta personi tjetër, po ja ta shohim. Po mirë tjetër parë shpëtojmë. Jo, nuk do ndodhi gjë e keqe. Imagjino ti ka ardhur me këtë. Jo, unë kam ardhur në mendje që do të kënaqeshemi. Besoj do jetë eksperiencë e bukur, hera parë që provoj, më shumë mund ta provoj edhe herë tjetër. Çfarë sport ekstreme ke bërë përpara? Përpara nuk është se jam marrë shumë sport ekstreme. Kjo mund të them ekstreme kjo është e para. Çfarë duhet të kesh që përveç të dashurës si detyron? Diçka nga vetja jote që mund të ndihmojmë njerëzit e tjerë që e kanë me qef, por ndoshta kanë edhe frikë. Fleni mendjen, mos e keni me kaq problem, nëse keni diçka ta provoni me dëshirë të madhe, vetëm just go with it, you know.
Unë gjëm që kështu që si tip fort, po frika ekziston gjithmonë. Pishman apo krenar? Do ta zbulojnë tani, a je më shumë pishman apo krenar për zgjedhjet e tua në jetë? Pishman apo krenar për pseudonimin Stresi? Jam shumë krenar. Pa. Si jo? Si e ke krijuar këtë pseudonim, apo? Emri Stresi ka ardhur çdo gjë nga biologjikisht. Nuk ka ardhur domethënë me ngjitje e ti e kështu domethënë. Jam shumë krenar. Është emri më i rrallë. Pishman apo për krenar si ke ushtruar kur profesionin e diplomës në psikologji? Pishman, sepse ka qenë kohë tjetër. Pastaj në atë universitetin që kemi qenë ne u prish, nuk e di çfarë pa të ndodhë. Pishman. Pishman apo krenar për labelin tënd të parë Bad Boys for Life? Jam shumë krenar dhe nuk të harroj kurrë, sepse çdo gjë ka qenë aty, domethënë kemi qenë gjithë aty. Pishman apo krenar për fotot me armë? Kema pse t'jem pishman, krenar. Kemi bërë gjona dikuj që si kanë bërë njerëzit, kemi qenë të rria, pse t'jem pishman. Pishman apo krenar për fotot me lëndë narkotike? Shiko, pishman nuk jam as për këtë, për arsye se ka qenë koha e tilla atëherë. Dhe s'kam pse të bëhem unë kokë turku. Ku Lazarat kanë qenë 5.000 turq. Krenar, deri tani më shumë krenar, kështu që le ta zbulojmë. Pishman apo krenar që ke përfunduar në burg? Apo eksperienca da ajo? Jo, është pishman, sepse është humbje kohë, nuk është mirë tjesh. Po, është rëndë. Në po ambjent, është pishman jam bo. Pishman apo krenar për diset ndër vitet e konfliktet që kanë gjeneruar? Për disa pishman, për disa jo. Disa kanë merituar, a? Pishman apo krenar për martesën? Pa tjetër krenar si ishte diçka që, wow, që ka buri martum. Dhe e provova të ndjesin dhe e hoqa prapë. Shpresoj që do e provosh prapë të ndjesin. Ke qef ta provosh prapë martesën? Jo, da, nuk do ketë mua shugjonash. Ka hajde direkt, s'ka mua shugjonash. Dokumenta, gjëra? Fare, ma. Direkt, në shpi. S'kena mua koka shugjonash. Pishman apo krenar për ndarjen? Jo, me jo, kuptimin e fjallës. Po t'isha në fillimet që kur jam darë, do thoja pishman, po prap pishman. Të dhja. Pishman. Pishman apo krenar për deklaratet publike pas ndarjes? Jam shumë krenar, sepse ka merituar çdo fjalë. Shumë mirë. Shumë mirë. Pishman apo krenar që e ke për publike jetën private? Jam shumë pishman. Nuk do ta bëj në të ardhmen, më. Edhe nëse për shembull gruaja jote është një blogere ose një këngëtare. Shiko, unë nuk gjykoj asnjë femër, këtë e kam si nga nëna ime. Pa. Edhe motra ime janë pro femrave shumë, por e ke parasysh do jem tani do të nduash këtu ku jam siç jam. Edhe të dua siç je, kështu që nuk mendoj këto blogere që atë më the tash këta, nuk gjykoj asnjëri. Po nuk e do Po kam preferencat e mia, nuk e dua fytyrë publike më motra ime, nuk du. Nuk e du më fare. I gocë thjesht, e ke parasysh ka lezet tjetë. Sa po i dhe një dritë jeshile. Po, tjetë e shkolluar, e pashme, edhe tjetë vajzë mirë, pa tjetë. Sa i mirë. Për çfarë je më shumë krenar në jetë edhe për çfarë je më shumë pishman në jetë? Në radhë parë jam shumë krenar për prindrit e mi, për nënën dhe babën. Jam shumë krenar për ta. Kurse pishman, do t'i rregulloja shumë gjona në jetë. Kuptoj që jam dhe pishman dhe për shumë pra për prindrit? Jo për prindrit. Për jetën tënde? Për jetën time, po. Kam shumë pishman, dhe më thënë që do paguja gjithçka, do ta ndroja me gjithçka në këtë tokë t'i ndryshoja disa gjona. Të tipit? Mirë, na thoj pak për videoklipin tënd të ri që po del, për albumin që po krijon. Në albumin do flas një ditë një herë tjetër, sepse kur përfundoj, pra e kam nisë.
Klipet po ecin shumë mirë, me Dionën është konga Give Me Love. Shumë e bukur ishte fantastike. Po, kam edhe tani për ditëlindje nxjerr këngën La Vida Loca, është me Daimo. Daimo është një dhe artistat më të ri në Tech Pro Records në Roma, që ku ne kemi kompanin, po. Daino ka sajnë edhe atje në Romë, edhe do jetë një ndër klipet e verës shumë të forta. Kështu që e përshëndes Daimon, është një ndër artistat e ri që... Do ta kemi dhe në Pushimon Top. Po. Faleminderit shumë stresi si gjithmonë, një djalë shumë i mirë. Realisht për njerëzit që... Apo mi thuk kështu sa për kamerë lajtë se se të marrë vesh tash një anë. Je një djalë shumë i mirë, ti nuk je një bad boy, je një djalë shumë i mirë. Faleminderit edhe i përqafoj gjithëve. Tani do të sjellim një bisedë me një nga çunat më seksi shqiptar. Ai foli shumë pa, mos të ngel hatrit. Ai foli shumë hapur për jetën e tij, zbuloi një romancë që e kishim konfirmuar deri diku dhe nuk përjashtoi mundësinë për të bërë baba në moshën 50 vjeç. Codston, dashuria nuk një moshë, me sa duket e kam fjalën për raste si ky. Ai është ndër çunat më seksi shqiptar. Ka nisur karrierën e vet si model në Itali kur moda ende s'kishte ardhur në Shqipëri. Është menaxher artistësh, eventësh. Ka jetuar shumë larg nesh për shumë kohë. Tani është rikthyer. Për çfarë? Për nostalgji, për dashuri, për punë. Do ta zbulojmë së bashku me David Beckhamin shqiptar, Alessio Aliaj. Let's go. Alessio, hi. David Gem, e di vërtet se dikur kur kisha flok qik më lart, më thoshin you look like a bag, David Beckham, më thonë, okay. Faleminderit, pa tatuazhe këto, po nisë nuk është kompliment i keq se ka evoluar i person, ka qenë një ikonë, më kupton edhe është akoma, po thua jemi një moshë të dy. Kështu që u kam pasur rastin ta shoh. Kështu që është kompliment. Është një kompliment. Padyshim. Pavarësisht sepse çdo person ka ato gjatë e veta, bukurinë e veta, po gjën që ta ka krijuar, ta ka dhënë nëna. Për pos pamjes, ti edhe bishesh bukur, je ndër çunat që bishet më me stil në ekran. Mund të bëjmë një fit check? Një oversize syt, një oversize, po thu është hera pa që kam vesh sot. Edhe vesha postafish për ju pushime on top. On top s'ka ku shkoj. Jemi në larg. Jemi më larg, kështu që tash të vishëm. Verë është, i hollo, kështu që... Shpenzon që për lukun, Alesa? Luku, jo, veshjet, një gjo. Veshja është një artë. Shikon vetëm para pasyre dhe thua që kjo më pëlqen. Nuk është... Ti mund të marrë mendime, mund të marrë mendimet partnerës, mund të marrë mendimet e një personi që ti di që kupton, sepse mirë është të marrë mendimet që të mund, se askush nuk është i ditur, por ma mërmene që ato që shef para pasyre vetë, reflekton, dhe po të pëlqeu ty të thosh që je cool. Me ke konsultohesh ti, duke qenë që the që merr mendime, domethënë kena një person të afërt. Do kalojmë edhe tek aktiviteti. Kam shoqëri, kam shumë mirë. Gëzuar, përshëndesim. Ti ke festuar 50 vjetorin. Për një bilanc të jetës deri më tani i realizuar, si shikon veten? Jo, problemi është i realizuar, s'do jemi kur. Siç është puna të lumtës, do jemi kur, se gjithmonë do kemi ato ups and downs, lart e poshtë, që rëndësi ka që të kemi shëndetin, të kemi njerëz që na duan dhe i duam, sepse do kemi gjithmonë ato keq kuptimet, ato mosmarrëveshjet, gjërat tona, por rëndësi ka se në fund është dashuria që ne na bën bashkë. Komshit, çdo gjë po ta marr kështu si në përgjithësi, dhe ajo shkruan këtë jetë. Jeta pa dashuri nuk është e njëjtë dhe e pa njerëz të mirë nuk është e njëjtë. Se familjar, ne me familjen sa rrim, ne shof, ne rrim shumë pak, ne më shumë rrim me njerëz që na rrethojnë dhe do të kesh një grup shumë të ngushtë që të respektojnë dhe respekton, mbi gjitha, respekti. Unë kam pas një farë ligjin jetën time, të rrim me njerëz që janë më të mirë se vetja. Në një moment që e theva pak, aty dështova, por u riktheva prapë. Do të thënë, tek kam mësu jeta që rrim me njerëz më të mirë se sa vetja. Po, ajo është. E mendon të ardhmen në Shqipëri tashmë? Ardhmja ime në Shqipëri është, në Shqipëri ka qenë gjithmonë, pavarësisht që unë më duhet shkoj për punë, nga që tani muzika, po kam edhe 3 kalamaja në Australi, duhet të shkoj t'i shoh, sepse ata shqiptarës do më bëhen kur edhe pse duave. E kanë linë në Australi dhe... Din të flasin shqip?
Kuptoj nga njerë shumë pak kuptojnë dhe qeshi nga një kur ta shqip. He bogs a daddy, what language you talking? Benjen, thot mu? Benjen. I thëmë, gangster Benjen. Benjen, kështu që, po. Janë, si kam si drita, kudo që t'jeni, i kam zemër, janë me ta çdo moment, kështu që... Çfarë të riktheu në Shqipëri, konkretisht? Janë shumë gjëra që më kanë rikthyer në Shqipëri. Janë punët që po bëj, kam planet e mia të punës. Pavarësisht gjëra tjetër. Mos më tento të jeta personale se ti di shumë s'ka nevojë. Na lej çik personale, mos të bëj kështu se ti vdes. Po të shoh se marrove. Të pyetja radhës. Do t'i them asa do të godasi ty. Dgjoj, ne po e themi një herë, pastaj ti mo bëj çfarë të duash. Domethënë kemi parë në festin e ditëlindjes, në aeroportet e botës, në rrugët e tjera. S'ka qenë aeroport, ka qenë koncert. Në praninë e një ylli, që duam shumë, Jonida Maliqi. Domethënë, jeni çift, jeni couple, mund të themi që jeni couple më i bukur që ka Shqipëria. Faleminderit, po ja u lë ju ta thoni, le kështu s'po them gjë. Kështu që është femra, kur do një person nuk i thuat e të du për një arsye, ka shumë arsye që do një person. Dashuria nuk është për një arsye, se po ti që do një person për një arsye, do thoi që është i dashuri interesi. Dashuria s'ka interes. Çfarë planesh ke për të ardhmen? Domethënë, ke menduar nga ana personale ose do një herë bëj këtë pyetje, do bësh një fëmijë tjetër apo me 3 ke mbyllur? Tani mos toj kur jo, nuk e di jetës. Tani 3 jemi, po nuk e di jetë. Ore, se sta herë thua jo të ndodhin gjëra, të bum, dhe të thua jo, edhe del. Kupton? Tani pse të thom jo të alom kohës, momenti gjëra me e bukur. Kështu që i shofim, marim ditë pas dite dhe s'ka gjë më të bukur të ndodhin gjërat pa i pritur. Ne jemi rikthyer tashmë me Alkaline Active Plus nga plazhi në plazh, nga destinacioni në destinacion, nuk e di si do ta kishim bërë pa ujin ton rigjenerues. Sepse vera bëhet më e bukur kur je i hidratuar në mënyrën e duhur. Ajo ka bërë një gabim. Dhe ishte gabimi më i bukur i jetës time. Sot do njihemi me një vajzë që e ka gjetur Shqipërinë gabimisht, ka bërë një gabim shumë të lezetshëm. Ajo filloi si një turiste në Itali, mori tragjetin nga Bari për të shkuar në Malzi dhe gabimisht shkeli në Durrës. Një gabim shumë i bukur që do ta zbulojmë tani. Jamur është me ne në Pushime on Top sot. Përshëndetje Jamur. Jamur që do të thotë bekim. Oh, I love it because Po, emri im në fakt fjalë për fjalë do të përkthehej rreshje, që në një kuptim do të thotë bereqet, pra bekim. Jamur nga vjen? Jam nga Stambolli. Edhe ti erdhe gabimisht në Shqipëri, do ta flasim këtë, por realisht besoj Shqipëria të ka ngjitur. So I was traveling in Po, sepse ndodhi kështu, po udhtoja nëpër Evropë prej një muaji pak a shumë. Isha në Itali edhe ishte shumë vap. Dhe për mua në atë kohë në fakt ishte edhe shumë e shtrenjtë. Kështu që vendosa të largohesha nga Italia dhe mora një traget nga Bari për të shkuar në Maltëzi pra. Ishte viti 2016 dhe unë nuk isha as smartphone, as internet. Kështu që hipa në tragetin e gabuar pa e ditur fare. Më pas, në traget dëgjova disa shoferë kamionësh që po flisnin turqisht. Dhe i pyeta, ku po shkon ky traget? Dhe ata më thanë, po shkon në Durrës. Fillova të panikosem. Por ata më thanë, shiko, mos u shqetëso fare, është një qytet i mrekullueshëm bregdetar, do të pëlqej. Kështu që erdha në Durrës dhe më pëlqeu shumë. So I came to Durrës and I loved it. Tani kemi një lojë që do zhvillojmë. E di që ju duke mësuar shqipen edhe jam kurioze sa fjalë shqip ke mësuar. Unë do t'i them ca fjalë në shqip që janë huazuar nga turqishtja dhe ti do më përkthesh. Je gati? Ready? Yeah, I'm not ready. Fjala e parë, merak. Shqetësim? Po, bravo. Fjala e dytë. Pengjere. Dritare. E di. Fjala e tretë.
Jeshile. Nuk e di, e gjilpër? E gjilpër. Fjala e radhës. Sabah. Mëngjes dashuri. Fjala e radhës. Aksham. Natën e mirë dashuri. Fjala e fundit në shqip, gjithmonë flasin, aman Allah. O Zot! Duhet të mësoj dhe unë pak turqisht, kështu që unë do t'i them fjalët në shqip, ti mi thua në turqisht, në mënyrë që edhe unë ta pasuroj pak fjalorin tim. Fjala e parë, kenama. Kalabalık zehir. Fjala e dytë, pasaport. Kurbet defter. Kurbet defter. Kam 2 kurbet defter, amerikane dhe shqiptare. Boksier. Dajak usta. Dajak. E di që do me thënë dajak, po, nuk e di ja. Dhimje koke. Tepelek siklet. Siklet është dhimja kokës. Marveshje pacheje. Rahatu ide. Dëshirë erotike. Qejf është inshallah. Eliona, një nga dilemet e tua të fundit ka qenë nëse këtë verë do jesh super hot dhe seksi, apo përsëri 7 zënë. E ke vendosur? E kam vendosur, do jem kështu. Super seksi? Pa. Me 3 fëmijë, sa hapa bën pa e kuptuar fare gjatë ditës? Nas nuk i numroj dot, pa fund, janë shumë. Minimumi? Ku di unë 10.000 hapa? Nga 110, sa cool mendon si je ti në sytë e fëmijëve? Mendoj që jam shumë cool. Realisht e mendoj këtë. 10? Po. Të ka ndodhur të njëherë të shkosh në event dhe të mendosh, do isha më mirë me tuta në shtëpi? Tani, me thënë të drejtën, unë jam pjesë e kësaj industrie dhe ndonjëherë duhet të bëjmë edhe në i qok, kemi në i mikesh që po bëhet eventi, por që realisht e mendoj se sa rehat do ishte të isha në shtëpi me gocat, e mendoj pothuajse 99% të rasteve ku shkoj në për event. A të mungon Elione e programeve të humorit, apo preferon Elionin influencer? Tani, unë do gënjeja nëse do thoja nuk më mungon shumë publiku, më mungojnë shumë duar trokitjet, skena aty ku jam mësuar për 10 vite me radhë, por edhe mëmësin, edhe influencerën dhe të gjithë komplimentet, po edhe mesazhet që marr nga nënat, edhe gjithë impakti që kam krijuar këto 5 vitet e fundit për sa i përket mëmësisë, ndihem shumë e plotësuar dhe ndihem shumë mirë, kështu që nuk di ta ndaj, por që të dyja kanë rëndësinë e vet. Cila është oferta që do të rikthente në ekran? Oferta. Nuk e di, tani, me thënë të drejtë, mua këto reality show gjithmonë më kanë tënduar dhe mendoni pak, një mami me 3 fëmijë të vegjël që futet në Big Brother. Do ishte shumë sfiduese, realisht shumë sfiduese. Do e bëja. Tani, ajo që më përshtatet tani dhe që do të rikthehesha kështu pa e menduar fare do të ishte një program për nënat ose për fëmijët. Po që e kam kështu si, nuk di si ta shpjegoj këtë Big Brotherin e kam, se nuk e mohoj dhe nuk dua t'jap një përgjigje fikse. A nuk e shqiptare ti? Ajo, ato mirë. A është nga jeni unë? Jo, Sarandita. Sarandita. T'japim fund. A ta bëjmë të kuicin, kam një palsuzë. Kuq piti në politik? Jo, pyetje me humor. Kush të përgjigjet, po kush do i fitoj, pastaj si do i ndani juve? O di presim në mes. E njeh të brandin? Po, Max Optika flakësh. E njeh me gjithë. Cili është i vetmi ushqim që nuk prishet? Unë jam në restorant peshku këtu, mund të them që karkaleci besoj nuk prishet, reziston. Gjithë jetën? Gjithë jetën, tani ai vjen i ngordhur. Mjalti nuk prishet. Bravo, e gjete. Po pse me dyshim? Apo? Jo, mjalti. Nuk e di sa vite mban. Kishte 40 hajdut. Aladin. Kush? Aladini. Aladini. Kishte 40 hajdut. Është ajo Parala, more. Parala me mbretë. Hajde, zëm se e gjetët këtë.
Alibaba, mo. Alibaba, është Aladini Alibaba i sojës. Ai është, se unë e di, se e kam parë do në kështu. Ai është Aladini. Film, Aladini Alibaba. E Aladini. Endaksi. Ne këte poshtë thami Aladini. E ka vëllora në mes, motra. Qa ka vëllora? Në mes, qa ka? Ti ma thuaj qa ka? Në mes të vlodës. Si më që ke vajtë në vlodë? Në mes të vlodës është sheshi flamullit. E, po e ka në mes, Vlora. On. Gjeti, mo. On, më Vlora. Në mes, po. Ecim, vazhdoni fjallën e urt. Thot, kur qeth bën qime, kur ha? Kur qeth bën qime, kur ha? Bën farine. Po kush do i ndaj tani, ja? Urdhroni, gëzuar. Po një na sjell dhe ti, një palë? Po një palë. Faleminderit. Inshallah ju pëlqen. Janë çunash apo gocash këto? Urdhra? Janë çunash apo gocash? Po vendosi një herë ti shoh. Mira. Po të mira sigurisht se janë gjithë ato lek. Edhe Max Optika vetëm syze të mira ka. Po. Thuajni ti gëzosh. Ti gëzosh. Se kjo do i marri tani. Po pse ti marri ajo? Po kush ti marri? Ne 2 pikë gjeta unë. Pasi vikit ti gëzosh. Pa dal të shikojmë, dale. Pasi si ka i sjellin. Po ti mban me numër si zot që do. Por dielli mbaj në plazh si vetë. Çka bazera ai. Kam nuk e dua. Jo, unë s'kam, unë kam. Po tani unë një palë kisha, mirë pafshim natë në e mirë. Po ta thoshit në kamera, janë të mira, ha? Shatë të lekë, shatë të mira. Falenderit shumë. Falenderit. Erdi momenti! Çfarë kishim sot në Mystery Box, në kutinë misterioze të Flying Tiger? Ta-da-da-dan! E di çfarë është kjo? Një shkop për fluska. Sapuni, më kujton Temerin. Nëse shikoni fluska sapunin mbi Ksamil, e dini kush është fëmia. Sa qetë jeni, më bën të ndëroj. Nuk ishte mbyllje më të bukur se sa kaq. Edhe perëndim më të bukur se kaq. Me këto gjingla mingla nga Flying Tiger, ka ardhur momenti të përshëndesim të gjithëve, t'ju urojmë një fundjavë të bukur, i takojmë sërish të hënën. Me një episod krejt fresh. Dhe një javë, një destinacion të ri, të cilin me zi presim t'ja u zbulojmë. Ja thënë që drojmë të pushimë antam, si.